Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 13 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1249. Kurorëzimi i Aleksandrit III si mbreti i skocezëve. 1525. Martin Luther martohet me Katerina von Bora, kundër rregullit të beqarisë të dekretuar nga Kisha Katolike për priftërinë dhe murgeshat. 1625. Mbreti Karl I Parë martohet me princeshën franceze Henrietta Maria de Bourbon. 1774. Rhode Island bëhet kolonia e parë britanike në Amerikën e Veriut që ndalon importimin e skleverëve. 1777. Lufta revolucionare amerikane, Marquis de Lafayette zbarkon pranë Charleston në Karolinën e Jugut, në mënyrë që të ndihmojë Kongresin Kontinental të trajtojë ushtrinë e tij. Lindje 1649. Lindi Adrien Ballet, dietar dhe kritik francez. 1752. Lindi Fanny Burney, romancier anglez. 1763. Lindi José Bonifacio de Andreda e Silva, burr shteti brazilian. 1773. Lindi Thomas Young, shkencëtar anglez. 1775. Lindi Antoni Razwith, politikan polak. 1786. Lindi Winfield Scott, general amerikan. 1822. Lindi Carl Schmitt, kimist gjerman. 1827. Lindi Alberto Henschel, fotograf dhe biznesmen gjermano-brazilian. Vdekje 1256. Vdiq Tankei, skulptor japonez. 1636. Vdiq George Gordon, markezi I parë I Huntly, politikan skocez. 1760. Vdiq Antoni Kurt, ministër francez I hugonateve. 1784. Vdiq Henry Middleton, president amerikan I Kongresit Kontinental. 1881. Vdiq Joseph Skoda, mjek çek. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Amadeo Avogadro, I cili ishte një shkencëtar dhe një kimist mjaft I njohur. Lorenzo Romano Amadeo Avogadro ishte një shkencëtar italian I dalluar për studimet e tij në teorinë molekulare, të përmbledhura në ligjin e Avogadros, që thotë se vëllimet të barabarta të gazeve në temperaturë dhe shtypje të njëjtë përmbajnë të njëjtën numër molekulash. Ai lindi në 9 gusht të vitit 1776 në Torino, në tasëkohshme mbretërinë e Sardenjës të Italisë, në një familje aristokratësh. Babai I tij, Filippo, ishte një gjyqtar I cili kishte titullin e kontit, ndërsa nëna e tij ishte një fisnike. Amadeo Avogadro trashëgoi titullin e kontit nga babai I tij. Ai ishte shumë inteligjent, edhe pse kishte ndjekur traditat e familjes së tij, duke studiuar drejtësinë. Ai gradualisht të humbi interesin në çështjet ligjore. Ai përfundoi studimet për drejtësinë kanonore në moshën 20 vjeçe dhe filloi praktikën, por e gjeti shkencën më sfiduese dhe interesante dhe ja dedikoi jetën e tij shkencave të natyrës. Avogadro ishte frymëzuar nga zbulimet e Newtonit dhe Galileos. Në vitin 1809, ai filloi të jepte mësim në gjimnazin e Vercellit në fizikë dhe në lëndën e matematikës, ndërsa në vitin 1820 u bë profesor fizike në Universitetin e Torinos. Fatkeqësisht, ai humbi punën e tij për shkak të konflikteve politike në vitin 1823, pasi mori pjesë në lëvizjet revolucionare kundër monarkisë së Viktor Emanuelit të parë në mars të vitit 1821.
por ai përsëri e mori postën e tij në universitet në vitin 1833 dhe vazhdoi të jepte mësim deri në vitin 1850, kur ishte në moshën 75 vjeçare. Ndonë se ai vinte nga një familje e pasur, ishte një person i thjesht dhe i mbyllur në vetvete. Ai u martua në vitin 1818 me Felicita Maze. Avogadro, pavarësisht faktit që shtysa që i dha shkencës u njoh prej kimistëve të tjerë pas vdekjes së tij, ka luajtur një rol masiv në themelimin e kimisë moderne. Për të nderuar kontributet e Avogadros në teorinë molekulare, numri i molekulave është një mol që njihet si numri Avogadros ose konstantja e tij. Numri Avogadros përdoret për llogaritjen e produkteve të reaksioneve kimike, duke gjetur sasinë e këtyre substancave me një saktësi tepër të madhe. Avogadro është i famshëm për hipotezën e tij se vëllimet të barabarta të gazeve të ndryshme përmbajnë një numër të barabartë molekulash, me kush që gazet janë në të njëjtën temperaturë dhe shtypje. Hipoteza e tij u refuzua nga shkencëtarë të tjerë, por ajo u pranua pas vdekjes së tij dhe në ditët e sotme njihet si ligji Avogadros. Avogadro sot konsiderohet si një nga themeluesit e kimisë atomike molekulare. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të bajames indiane. Bajamja indiane përmban mjaft vlera ushqyese, është e pasur me mjaft vitamina dhe proteina. Ajo ka një shpërndarje të madhe natyrore në zonat afër bregdetit të Oqeanit Indian, përmes alsisë tropikale dhe në Oqeanin Paqësor. Disa nga përfitimet shëndetësore të bajames indiane. Bajama indiane përbëhet nga disa minerale të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e njeriut, sepse ato shërbejnë si bashkëfaktor për shumë procese metabolike në trup. Këto fruta përmbajnë disa minerale dhe vitamina që kryejnë funksione të rëndësishme dhe shtojnë vlerat ushqyese të cilat kontribuojnë pozitivisht për një jetë më të shëndetshme. Redukton inflamacionin. Fara e frutave të bajames indiane ka një përmbajtje vaj që tenton të reduktojë inflamacionin. Bajamet përmbajnë dy acide yndyrore shumë thelbësore, të cilat përfshin acidet linoleike dhe acidin linoleik. Këto dy acide yndyrore ndihmojnë në uljen e inflamacionit në të gjithë trupin. Acidi yndyror gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit dhe përmirëson lëkurën dhe flokët të shëndetshëm. Prandaj, konsumimi i bajameve indiane do të kontribuojë shumë në reduktimin e inflamacionit në të gjithë trupin. Bajamet indiane janë të mira për gratë shtatzane për arsye se mbajnë acid folik, një element mjaft i rëndësishëm. Ndihmon në humbjen e peshës. Yndyrnat e pangopura që janë të pranishme te bajamet indiane ndihmojnë dhe japin ndjesinë e të ngopjes. Fibra dietike që gjenden në bajamet indiane ndihmojnë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Gjithashtu, fibra që përmban ajo ndihmon në lëvizjen e vazhdueshme të zorreve, që kontribon në humbjen e peshës. Promovon kocka të shëndetshme. Bajamja indiane është një burim i pasur me fosfor, vitamina dhe minerale. Fosfori luan një rol të rëndësishëm në forcimin e kockave dhe riparimin e qelizave në trup. Konsumimi i rregullt dhe i moderuar i bajames indiane ndihmon në ndërtimin e kockave dhe dhëmbëve të fortë për shkak të pasurisë së tij të lartë me fosfor. Përmirëson sistemin imunitar. Punontimet kanë treguar se fruti bajames indiane përbëhet nga zinku dhe mangani, të cilat janë minerale thelbësore të nevojshëm për zhvillimin, rritjen dhe funksionimin normal të trupit tonë dhe të funksionimit të duhur të sistemit imunitar. Gjithashtu, bajamet indiane përmbajnë kalium. Prania e kaliumit në bajamet indiane ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe kontrollin e luhatjeve të presionit. Konsumimi i rregullt i bajameve indiane ndihmon në mbajtjen e një niveli më të mirë të presionit të gjakut. Rregullon nivelet e sheqerit në gjak. Bajamet indiane ndihmojnë në uljen e rritjes konservative të niveleve të insulinës dhe glukozës pas ngrënjes.
ofrojnë mbrojtje nga rritjet e dëmshme të sheqerit në gjak, të cilat diabetikët shpesh e vuajnë nga një ushqim me nivel të lartë të papritur të sheqerit. Promovon një zemër të shëndetshme. Prania e ndyrnave të pangopura, kaliumit dhe proteinave në bajamet indiane janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Gjithashtu, prania magnezit ndihmon në parandalimin e sulmeve në zemër dhe vitamina E që gjendet në të gjithashtu është një antioksidant efektiv që lufton rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Parandalon kancerin. Konsumimi i rregullt i bajameve indiane ndihmon në rritjen e lëvizjes së ushqimit përmes zorës së trashë, duke parandaluar kështu rritjen e kancerit në zorën e trashë dhe shfaqjen e tij. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 13 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona të izoluara gjatë orëve të para të ditës, nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afatshkurtra, por pjesa më e madhe e territorit do të mbetet pa rreshje. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në pjesën më të madhe të vendit. Pasditja vijon me intervale me diell dhe mot të ngrohtë veror. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 19 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 31 gradë Celsius, Berak 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 14 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 28 gradë Celsius, Sarandë 20 deri në 30 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 13 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve lokale të shiut, kryesisht gjatë paradites dhe mesditës. Paraditja do të ketë vranësira dhe rreshje të herpashershme në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me përmirësim gradual të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 28 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 30 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 30 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 29 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius,
Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.